Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari përshëndeti iniciativën e partive që janë pjesë e koalicionit Vlen që të shkrihen në një të vetme, por siç tha deri te Aleanca për Shqiptarët nuk ka pasur një ftesë të tillë, por nëse do të ketë, Taravari tha se do të shqyrtohet. Ne kemi diskutuar për shkrirje të Vlenit prej në pikundi korrik të vitit të kaluar, dhe mbas asaj as pak nuk është hap kjo temë. Unë gëzohem që ato kanë rarë dakord, vetëvendosja, LD-ja, Alternativa dhe Besa që të shkrien, dhe përshëndes këtë akt, më pëlqen. Aleanca për Shqiptarët do të mbese si subjekt që do të tentojë përsëri të bashkëpunojë nëse këto shkrien me një parti. Deri te ne s'ka erdhur ashtu ftesë, nëse vin do ta shqyrtojmë. Jemi miq, jemi shok dhe asgjë diskutoj që mund të hapim edhe atë temë, po për momentit gëzohem që këto janë dakorduesit e partit. Vërtet më gëzon si fakt. Nuk ka bashkëpunim me BD-n, kur do ketë, nëse ka, do jetë publikisht, ajo se s'më shefim ne me asnjë që bashkëpunojmë. Unë e kam thënë publikisht se nuk i hiki asnjë farë bashkëpunimi, tash për tash ne jemi pjesë e Vlenit, derisa ato nuk e bëjmë Vlen me 4 parti, 3 parti plus vetëvendosja. Ne atëre shqyrtojmë nëse ka ofertë për ne. Nëse s'ka ofertë për ne, kemi grup parlamentar, kemi 5 deputete, vazhdojmë veprimtarin ton, bashkëpunojmë nëse mendojnë se duhet bashkëpunojmë për zgjedhjet lokale, nëse nuk mendojnë, nëse nisim bashkëpunime të tjera, përsëri do jemi sa më transparent me publikun.